Shumë njerëz kanë frikë nga thumbimi i dhimbshëm i bletëve, por a e dini se ky është një akt vdekjeprurës për to? Në videon e tij, tiktokeri Fut Dokdana zbulon faktin e trishtuar sepse bletët të ngordhin pasi pickojnë dikë. Edhe pse disa tashmë e dinë që bletët nuk mbijetojnë pas pickimit, shumë njerëz nuk dinë për detajet e tmerrshme. Mjekja shpjegon se kur bleta pickon një njeri, thumbi i saj ngec në lëkurë. Bleta nuk mund ta heq lehtë atë dhe kjo ka pasoja fatale për bletën. Kur ajo përpiqet të shpëtoj, thumbi mbetet në lëkurë dhe bleta humbet organet e brendshme dhe ngordh. Gjithashtu mjekja paralajmëron se bletët thumbojnë rrallë, vetëm kur ndihen të kërcënuara sepse u kushton jetën. Ndryshe nga ato, greshat kanë kthetra të lëmuara dhe mund të pickojnë disa herë pa pasoja. Nëse ju pickon bleta, Klinika Mayo këshillon të aplikoni kremën me hidrokortizon ose losion kalamine për të lehtësuar ëndjen dhe kruajtjen, dhe nëse është e nevojshme, mund të merrni edhe një antihistaminik oral.